4 ditë pasi gjykata kushtetuese e ktheu në detyrë zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës Belinda Balluku, SPAK i ka kërkuar kuvendit heqjen e imunitetit të deputetit me qëllim arrestimin e saj. Njoftimi i SPAK. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, mbështetur në nenat 63, 95 dhe 103 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenin 288 të Kodit të Procedurës Penale, si dhe në nenet 13 dhe 118 të Rregullorës së Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, në kuadër të procedimit penal numër 136 të vitit 2025, ka paraqitur kërkesë për dhënien e autorizimit nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë për arrestimin, heqjen e lirisë së deputetit, ministrit, zëvendës kryeministrit, Belinda Balluku, lindur dhe banuese në Tiranë, e cila ushtron funksionet e deputetit, ministrit dhe zëvendës kryeministrit të Republikës së Shqipërisë. Kjo shtetase është marrë në cilësinë të pandehurit në kuadër të procedimit penal numër 136 të vitit 2025, pasi akuzohet për kryerjen e veprës penale, shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, e kryer në bashkëpunim, e parashikuar nga nenet 258 të dytat dhe 25 të Kodit Penal, në lidhje me procedurën e prokurimit me objekt ndërtimi i tunelit të Logarës. Gjithashtu shtetësja Belinda Balluku ka marrë cilësinë e personit nënhetim për dyshimin e kryerjes së të njëjtës vepre penale për 7 procedura të tjera prokurimi me objekt: plotësimi, rakordimi dhe vazhdimi i punimeve, sheshi Shqiponja Lumi i Tiranës, loti 1 dhe QMT. Ndërtimi i segmentit rrugor, sheshi Shqiponja Bulevardi i Ri, loti 2. Ndërtimi i segmentit rrugor, sheshi Shqiponja Bulevardi i Ri, Shkoz, Urat mbi Lumin Tirana. Ndërtimi i unazës së jashtme Tirana, loti 4. Ndërtimi i unazës së jashtme Tirana, loti 5. Ndërtimi i unazës së jashtme Tirana, loti 6. Ndërtimi i unazës së jashtme Tirana, loti 7. Kjo kërkesë ka për qëllim marrjen e autorizimit nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë për procedimin e mëtejshëm ligjor. Kryeministri Edi Rama ka reaguar në rrjetet sociale pasi prokuroria e posaçme i është drejtuar Kuvendit të Shqipërisë për heqjen e imunitetit të deputetit të Belinda Ballukut dhe autorizimin për arrestimin e saj. Në një postim në rrjetet sociale, kreu i qeverisë kritikon praktikën e arrestit në burg apo në shtëpi pa gjyq, duke e cilësuar të turpshmën faktin që Shqipëria është bërë një vend me shumë të paraburgosur sesa të burgosur, një fakt i turpshëm pa asnjë lidhje me standardet demokratike europiane, gjë që ka shqetësuar seriozisht edhe Këshillin e Europës. Kjo dihet botërisht, por sigurisht që në rastin fjalë, ne s'mund dhe s'do ta paragjykojmë kërkesën e prokurorit special, por duke qenë se ndryshe nga proceset e tjera, ku ne si rregull s'flasim për përmbajtjen e çështjeve, këtë herë na kërkohet të japim opinionin ton. Ne do të angazhohemi me të gjithë përgjegjësinë tonë përpara shqiptarëve që na dhanë 83 mandate, e do të përgatitemi për të mbajtur një qëndrim të drejtë, të qartë dhe denjë, si forca udhëheqëse të vendit e të reformës në drejtësi.